Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Arsye pse Fuad Ramiqi është sot në studion nuk është se ka ndonjë koncept politik të zhvilluar brenda asaj që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës. As nuk përfaqëson idenë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por realisht përfaqëson një ide tjetër, që lëvizja bashkimi, nëse edhe pse ai thotë se nuk është e tij, ka ndërmarrë javën e kaluar në Prishtinë. Ajo që realisht quhet kontrapunkt, ekuivalencë e katedrales, është shfaq javën e kaluar te Fakulteti Filologjik. Ndoshta Fuad Ramiqi është ai i cili përfaqëson një ide, por mënyra se si u duk javën e kaluar përfaqëson ndoshta një imponim. Për këtë kemi ftuar në studio. Fuad, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Atëherë, na shpjegoni cila është ideja që ju e përfaqësuat me një grup i cili u gjen në Prishtinë para Fakultetit Filologjik, ku me një, po themi kështu, në variantin, ose në gjuhën që ne përdorim me një kaci, filloi ta ndërtoj figurativisht temelin e një xhamie. Po, ndëgjoni, është para se të hyjmë, domethënë unë nuk përfaqësoj asnjë koncept politik të asnjë partisë, as LDK, sepse nuk jam në LDK. Megjithatë ju publikisht jeni kom dalën publikisht nga LDK-a para me 10 qershor, domethënë të këtij vitit. Nuk ka thënë asnjë media publike që keni dalur. Po, kanë thënë edhe mediat e juaja e kanë prezantuar, domethënë kështu, edhe kom dalë me komunikat, me njoftim. Me 10 qershor ka qenë një vjetori që jam kthyer nga Izraeli te ju e kom pasën intervistën, po edhe tash u bën një vjet që e kom prap një intervistë dhe si duket duhet me ndodh ngjarje të jashtëzakonshme që ti kemi këtë intervistë. Një ngjarje revolucionare u duk. Po jo, nuk i kisha qujt revolucionare sepse nuk është revolucionare, është natyrshme, domethënë, është në përputhje edhe komplet me realitetin në Kosovë dhe zhvillimet në përgjithësi. Dyta, unë sinqerisht jam përfaqësues i lëvizjes Bashkohu. Mirë, da thoni se shikuesit nuk e dinë, çfarë është lëvizja Bashkohu? Lëvizja Bashkohu është një lëvizje shoqërisë civile e përbërë nga disa shoqata, OJC, për qëllime të mbrojtjeve dhe drejtave lirive të njerëzve. Cilat janë shoqatat? Janë kryesisht religjioze? Apo janë... Kryesisht nuk janë religjioze, janë shoqata jo qeveritare. Forumi Musliman cilës unë jam kryetar, për shembull, është një organizatë e cila e monitoron në përgjithësi zhvillimin e drejtave dhe lirive të njerëzit, në veçanti të muslimanëve në Kosovë. Kur po thoni të drejtave dhe lirive të njerëzit, të muslimanëve në veçanti që në kuptoni? Në veçanti të muslimanëve. Se muslimanët janë të rrezikuar? Jo, nuk i kisha thonë që janë të rrezikuar. Edhe janë 90% Kosovë. Nuk mund të jenë të rrezikuar sepse janë shumicë. Por janë të... Si mundet me qenë shumica e rrezikuar dhe që i përfaqësoni muslimanët në një ide të shoqërisë civile? Po, fatkeqësisht, domethënë në shtetet sikurse është Kosova dhe në pushtetit që udhëheqin shtetet në tranzicion, jo rrallë herë ndodh që shumica të sakrifikohet ose shumica të diskriminohet në korrekt të interesave personale, grupore apo të interesave tjera. Ka në një vend në botë ku shumica diskriminohet dhe shumica nuk përfaqësohet? Po në Kosovë është. Nëse e mendoni në konceptin religjioz, çfarë mendoni që njerëzit të cilët përfaqësojnë pushtetin në Kosovë nuk janë musliman? Jo, janë musliman. Po atëherë? Janë musliman janë 95%, po fetar nuk janë të tillë. Çfarë kupton kjo? Fetar që praktikojnë fenë. Po kjo nuk do me thonë që javë refuzon të drejten me qenë musliman? Po javë ka refuzu, deri tashti të drejten të praktikojnë fenë e tyre. Po njerëzit cilët janë në pushtet, nuk e praktikojnë fenë, nuk ja u mohon drejten të jenë musliman? Nuk po flasim për musliman të cilët janë 95%, ata të cilët e praktikojnë. Musliman janë 95%, po ata që janë fetar që e praktikojnë fenë, ata janë të diskriminuar.
Kosova është shtet laik, sipas kushtetutës. Sipas kushtetutës. Dhe çfarë doni me ta ndryshoni kushtetutën? Ne nuk dojmë të ndryshojmë kushtetutën, po dojmë vetëm të përmbahemi retorikës të pushtetit e cila thotë se Kosova është shtet demokratik. Po edhe? Edhe ne dojmë një shtet demokratik. Ku mungon demokracia në konceptin të zëdhën një ushtroni? Në shtetin demokratik, drejtat edhe lirit e njerëzit janë fundamentale. Në veçanti drejtat e besimtarëve pa marrë parasysh çfarë besimi. Ju doni ta konstatoni, zoti Ramiqi, ju doni ta konstatoni si një simbolik çfarë është ndërtesa ose çfarë është katedrale, ja ka pamundsuar të drejtën demokratike të ushtrimit të religionit musliman. Jo, ne dojmë të konstatojmë edhe që është fakt që ne në mungesë të një xhamie e cila kishte me qenë mjaftueshme edhe e cila kishte me qenë në përputhje me identitetin e popullit ton, të jetë në një vend që ne do të mund të ushtrojmë rritet tona fetare. Te kthehemi mrapa. Po, kthehemi. Ju keni qenë ushtrak. Po, jo më la. Ju ende jeni ala. Po, profesion e kam. Ju keni qenë një prej atyre të cilët në një mënyrë apo tjetër keni qenë adhurues dhe përkrahasi presidentit ose ish presidenti Ibrahim Rugova. Jo, të jemi të qartë. Po. Keni deklaratë publike. Jo, ndëgjoni. Unë jam adhurues vetëm i krijuesit. Ja, të jemi, ne, mirë. Jo, adhurues nuk po flasim për terma të cilat janë. Jo, unë jam fetar. Unë e praktikoj fen. Edhe unë kam kujdes se unë jam adhurues i krijuesit. Mirë. Kurse nuk jam kanë kur përkras i individit. Asot nuk jam qoftë çfarë do president ose deklaratë, unë ju njeh. Jo, po urnani, unë jam institucionalist edhe kam qenë institucionalist. Ju në lidhjen demokratike të Kosovës keni hyrë një vjet më herët, ose pak 2 vjet më herët, për një fakt. Keni deklaruar si përkrahni politikën paqësore te presidenti Rugova. Përkrahni idenë e tij dhe përkrahni mënyrën se si ai ka pas vizionin për Kosovën. Njeriu i cili ka vendos idenë ose simbolin e katedrales është Ibrahim Rugova. Apo? Po. Atëherë, me qenë se është ashtu, pse mendoni që ideja katedrales është gjë e cila ju pengon juve? Neve nuk na pengon ideja katedrales. Mos nuk ka pengu kur ideja katedrales. Atëherë, mënyra se si keni hapur themelin javën e kaluar, jo njerëzit që shihen në oborin e fakultetit filologjik me kaci, po themi kështu në gjuhën që e përdorim na. Nuk e diun që ka ndodhur kjo javën e kaluar. I kemi filmimet. Tash sa e mora një informacion. I kemi filmimet. Po mirë, në rregull. Atëherë nuk ka të bëjë me neve. Atëherë të kthehemi te një problem. Po. Mënyra se si ju keni çasti problemi. Duket që ju konfliktuoze. A mendoni që është konfliktuoze? Jo, nuk mendoj që është konfliktuoze. Pse kërkoni simbolikën në mes qytetit? E kërkojmë simbolikën në mes qytetit sepse është realitet. Ne jena banor edhe pse realiteti ndërtohet mes qytetit? Realiteti ndërtohet mes qytetit sepse është identitet. Jo, identiteti nuk e përcakton realitetin. Një identitet duhet ta përcakton në realitetin. A ju besoni institucioneve? Po. A ju besoni bashkisë islame? Po. A mendoni që Bashkia Islame nuk ka institucionin e mjaftueshëm dhe fuqinë e mjaftueshme që të ndikojë që në simbolikën e saj, që ta ndërtojë mes qytetit? Pikërisht, tash mund të hapemi debatin a ka fuqinë ose ka fuqinë e mjaftueshme. Po. Unë mendoj që edhe ju duhet e dini që Bashkia Islame ka bërë përpjekje të vazhdueshme që ta ketë një xhami, pikërisht këtu në qendër qytetit. Ku? Në qendër të qytetit. Ku i bjen qendra? I bjen qendra ku e din krejt njërë. Pse s'keni reaguar rrugës Agim Ramadani, jo, unë e kom reaguar në qoftë se juve ju kujtohet. Jo, mu më kujtohet, po. Në qoftë se juve ju kujtohet, në 2003 kam reaguar që mos të ndërtohet katedrala në Advent. Ku i pengon ajo? Në Advent, sepse ka ekzistuar një shkollë, dhe kam dhënë intervistë që ai vendim politik që është marrë, e jep një imazh krejt tjetër. Çfarë? Një imazh krejt tjetër. Çfarë? Që për shembull ta jap një shembull shumë të mirë. Po ju keni përkrahur. Po thoni çfarë? Po a keni përkrahur presidentin Rugova? A ka qenë ide e tij që katedrala të jetë aty? Unë presidentin Rugova e kam përkrahur vetëm si president i Republikës të Kosovës, edhe unë si pjesëtar i Ministrisë të Mbrojtjes të Republikës të Kosovës, të institucioneve të Republikës të Kosovës. Edhe do ta përkrahoj gjithmonë institucionalizmin në një shtet.
Po. Edhe gjithmonë, sepse vetë jam institucionalist. Ju keni kaluar si pjesëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak të idesë. Ose për shkak konceptit politik. Unë në Lidhjen Demokratike kam kalu që të ndryshoj politiken ekzistuese në Lidhjen Demokratike të Kosovës, që të bëj reforma me një grup njerëzësh, ka qenë Blerim Kuqi dhe ndjeri Fadil Ferati. Edhe ka qenë tentimi jonë që të ndryshojmë edhe Lidhja Demokratike të Kosovës të ecë në përputhje me kohën, e jo të ngel peng e njerëzve të cilët mendojnë që janë gjithmonë të pandryshueshëm. Edhe kjo ka qenë ideja. Fatkeqësisht nuk kam arritur. Jo, ne të kthehemi te Fuad Ramiqi. Te Fuadi, po. Fuad Ramiqi ka qenë njeriu i cili në një mënyrë apo tjetër me gjuhën e tij, me konceptin e tij, me shpirtin e tij ka përkrahur politiken e Ibrahim Rrugovës. Politiken institucionale të Ibrahim Rrugovës. Po, atëherë koncepti politik i Ibrahim Rrugovës ka qenë edhe një institucion vetar brenda qytetit. Po nuk e besoj se nuk ka qenë koncepti ati në qytet edhe një xhami. Kushta, Bashkia Islame ka në qendër qytetit e ka. Ku e ka në qendër qytetit? Po ja, ku është në... Ku? Po, qendër qytetit kuptoni përballë katedrales? Ku e ka në qendër qytetit një xhami? Jo, qendrën qytetit e kuptoni përballë katedrales? Jo. Po atëherë? Jo, dihet zona e ngushtë e qytetit. Atëherë, çka është hapja e një, po themi kështu, një grope me... Ajo s'është e hapur nga lëvizja, cilën unë e përfaqësoj. Po ti ke qenë përfaqësuesi një proteste. Po. Atëherë përfaqësueste asaj proteste kanë qenë në atë që quhet oborin e Fakultetit Filologjik. Përfaqësues e një proteste mund të jenë edhe njerëz që kanë ardhur edhe bojnë namazin aty në si është e mundur që namazi bëhet në interesat edhe qendret se namazin e bëni si formë proteste në qendër të qytetit? Pse s'ka xhamia. Urno? S'ka xhamia të mjaftueshme. S'ka xhamia edhe forma e protestës është që ta bëni në qendër të qytetit si... Na jena lidhen mas imamit i cili është në xhami. Xhamia u konë plot edhe na e kena vazhduar në formë të faljes namazit. A jemi shumë i sinqert në këtë? Jom shumë i sinqert. Shumë i sinqert që për shkak se s'ka xhamia në Prishtinë, doni ta bëni namazin në qendër të qytetit? Shumë i sinqert jom se nuk ka unë e fali namaz 12 vjet në Kosovë edhe falin në Vap, falin në Shin nganjëherë ose në Borë. Edhe shumë të tjerë. Po sigurisht mos t'jo mone në pyetje kushdo që tosht duhet ta bën ato. A mendoni përveç ditës së Bajramit që në Kosovë ka aq besimtar që nuk mendoj, jom i sigurt, sepse unë frekuentoj në xhamin nga dallim nga ju të cilët pretendoni që s'ka. Unë mendoj që na jemi përdit në atë që quajmë monitorim të gjendjes në për xhamia. Urdhnoni atëherë se pas një minutë monitoru mirë xhimoa kur fal. Atëherë në cilën xhami ju frekuentoni që ta dim ne se protesta te në qendër qytetit thotë që komuniteti musliman është i rrezikuar apo nuk ka hapësirë mjaftueshme. Te 4 lullat, xhamia te 4 lullat te lagja Kacallarëve, që nuk është në qendër, te xhamia e madhe, te xhamia e qytetit ku na kena bën namaz, edhe shkoni krejt xhamiat, frekuentoni të gjimon, në qoftë se gjoni një xhami që nuk ka njerëz jashtë, ne prap jom i gatshëm. Zotë Ramiqi, për merr një përgjithësi, po themi kështu, paraprakisht konfliktuale, që e cila nuk ka qenë kurrë në Kosovë. Dhe Kosova është e nderuar dhe është e tillë për faktin se ka pas po themi kështu një tolerancë fetare. Dhe me këtë tolerancë fetare e cila ka mbizotruar në Kosovë, sikur po jepet një shembull tjetër të protestës në qendër qytetit të komunitetit musliman. Ju po doni me ma dhonë mu një përgjithësi të tillë që është konfliktuoze, që vazhdimisht tentohet të jepet. Vazhdimisht tentohet të jepet në Kosovë që muslimanët çfarëdo që të kërkojnë për interesat të veta, drejta të veta, më njëherë cilësohet si përgjithësi konfliktuoze. Figurativisht. Është jo figurativisht lopata në qendër të Fakultetit Filologjik është konfliktuale. Ajo s'ka të bëj fare s'ka të bëj me lëvizjen edhe me organizimin e lëvizjes. Pse ata njerëz nuk kanë bërë një veprim tillë
në një ditë tjetër, po pikërisht në ditën kur keni ju protestuar. Se kanë bo atë ditë, e kanë bo ata njerëz faljen e namazit në qoftë se ju kujtohet para disa vite edhe në Borë, edhe në mrena të universitetin, edhe janë largu, janë dëbu nga universiteti. Si është lënë të faljen namazit, nuk ju dhënë asnjë hapësirë, qoftë edhe në mrena dhe jashtë, edhe kanë me bo prapë, se nuk është ajo që unë e obligoj ata ose ju. Ajo është obligim që për çdo fetar musliman, edhe çdo tendencë për tolerancë fetare, sikur ta kishit ju përgjegjësinë, edhe të jeshit sinqert për një tolerancë fetare, atëherë këtu do të bisedojshim dhe do të thoshit që pikërisht për tolerancë fetare duhet ndërtohet xhamia në qendër. Pikërisht për tolerancë fetare. Cili është aktiviteti juaj? Ju po thoni. Cili është aktiviteti juaj i kërkesës institucionale që të kërkoni një xhami në qendër? Aktiviteti. E jo në Borën e Fakultetit Filologjik. Jo, unë se kërkoj në Borën, na se kena kërku në Borën e Fakultetit. Na se kena kërku në Borën e Fakultetit. Aty ku ta shef... Se keni bo protestën para katedrales? Aty, s'kena bo... Edhe në qendër qytetit? S'kena bo protest para katedrales. Po mirë, ajo është qendër qytetit. Kur kena bo? Po kur keni bo protest? S'kena bo na protest para katedrales. Po kur keni bo... Dy protesta... Kur keni falë namazin? Dy namazin kena falë të xhamia Qarshis. Edhe? Katedrala s'është të xhamia Qarshis. Po jo, ajo është në personifikim i një diçkave që quhet protest ndaj ndërtimit të katedrales. S'është e vërtet. Po çka është? S'është e vërtet. Ajo është një protest e cila kërkon që në qendër të Prishtinës për hatër të tolerancës, për hatër të asajna që retorika e juaj, do me thonë, vazhdon tjetë toleranca e një anshme, tjetë toleranca e një anshme për ju? Po, për mu është toleranca e një anshme që ju thoni që kërkesa ime për të marë, për të ndërtu xhamia pe prishka një tolerancë. Unë nuk thash ashtu. Po ju thatë se është thatë konfliktuoze është ajo. Po jo, unë thashim mënyra që ju kërkoni. Mënyra që shuna është e garantume, është e drejtë që na ta kërkoni. A keni kërkuar nga Bashkia Islame një kërkesë? Na keni bërë një kërkesë tillë në Bashkia Islame? S'kam çka ta bëjnë shoqëri civile, unë jam shoqëri civile, unë jam organi administratës së Shoqëri civile për çka? Për ndërtuar një xhami? Për të ndërtu xhami, për të ndërtu një WC publike që ju mungon Prishtinës, edhe këto kena me bo. Për me pas keni me bo, po pse keni nisë me xhami, ka probleme? Sepse është imediate. Është imediate se unë xhamia është imediate. Nuk du të falna. Sa kulte fetare janë ndërtu në Kosovë deri me tash. Pas luftës, në 99. Në Kosovë sa kulte fetare janë ndërtu është problem i tjetër kujt. Jo, s'është i tjetër kujt. E di që në Prishtinë mungojnë mas pakti edhe xhamia. Dhe xhamia. Mas pakti. Po. Mas pakti edhe nuk. A ke menduar që xhamiat janë nevojë më pak se sa shkolla? Po nas po kërkojnë me prish shkollë. Ju e prishet shkollën e marrut katedralen. Jo, është ndërtu shkollë e re. Jo, e prishet shkollën. Kush jo? Jo që po insistoni që katedrala duhet jetë aty, edhe po akuzon... A është produkt institucional katedrala? Jo po më akuzon... Katedrala është produkt institucional. Po s'ka leje katedrala. Jo e dini që katedrala nuk ka leje për ndërtimin. A e dini që për katedralen tatim paguesit e Kosovës kanë dhënë pare. A e dini që është kelë marrëveshja? Cila marrëveshje? Që kanë që vetë do të ndërtohet edhe do të paguhet shkolla që të... Po në thashë, edhe keni dëbu një shkollë vjetër... Katedralja është ndërtu me vendim të kryetarit të shtetit. Me vendim politik. Jo, kryetarit të shtetit që quhet Ibrahim Rugova. Edhe s'kena asgjë kundër. Po s'kena asgjë kundër. Që ty është? Po. Kush e ka sulmu katedralin? Po fakti që ju... Çkana? Pse unë po du xhami pe sulmoj katedralen? Kush pe mohon që ndërtoni? Kush ju po më mohon? Është një institucion që quhet Bashki Islame. Ata vendosin se ku do të ndërtohet xhamia. Nuk mundin me vendos ata. Ata e kanë bërë kërkesën që 5 vjet. Ku? E kanë në komunën e Prishtinës. Dhe? Edhe gjithmonë kanë qenë premtime që do ta bëjmë. Edhe se kanë bërë. Kjo është një mbështetje bilum praktike e jonja si shoqëri civile në favor të Bashkisë Islame. Pse do të me bëme protesta këta? Pse nuk e bëni një kërkesë institucionale për këtë punë? E ka bë Bashkia Islame një kërkesë institucionale. Po pse ju nuk e prit një Bashkinë Islame që ta përfundoj procesin? Sepse mu më bëhet personalisht e pa drejta. Unë nuk du të falna në rrugë, nuk du të falna në tokë, në bari. Unë du të jam komod. Që kur shkoj, si kur ju kur shkoni në katedral, edhe muslimon tjerë, për Krishtlindjet e mbushni plot. Se mos më konë ju, si shmush katedrala.
Çfarë do me thonë me këtë? Do me thonën edhe unë e du që t'jom komod, sikur se ju që jeni komod. Kush ju? Ju cilët e vizitoni katedralin. Do me thonë. Kush do që to shtaj? Kush do që to shtaj? Edhe unë e du sepse është e drejta ime. Ju duhet ta kuptoni që na jena në demokraci. Edhe në demokraci une, si Fuad, jo më e rëndësishëm se institucioni i qeverisë, ose i kryeministit, ose i parlamentit. Sepse une jo maj përshka është bo ajo. E jo e kundërta. Ka kalu koha e monizmit kur keni mujt me dirigju gjërat në mënyrë centraliste. Jo, ju kërkoni imponim. Po jo, na nuk kërkojna na imponim. Ju kërkoni imponim. Jo, ju kërkoni imponim. Jo. Ju bilum edhe ma shumë. Ju doni me na dënu ju impononi në qendër universitare një gjë e cila është e pamundur. Nuk është e vërtet, kjo është fjalë e juaja. Po jo, është opinje publike. Gjone një deklarat që na si lëvizje kena kërkuar që deklarat më e madhe se sa vendimi për të hapë për të vendos lopatën në fakultetin ajo nuk është as punë e lëvizjes, as njerëz të lëvizjes që janë anëtar të lëvizjes. Pse merrni përsipër të organizoni diçka që s'mund t'i përmbaheni? Jo, unë e përmbahem gjithmonë, asojnë edhe komi ju përmbajt, t'jeni sigurt që komi ju përmbajt. Po si është e mundet që njerëz nga grupacioni kanë hapë në mënyrë simbolike në fakultetin filologjik kanë... Është problemi atyre. është problemi atyre? Është problemi atyre, s'është problemi imi. Unë si lëvizje kam kërku edhe kërkoj edhe këtu para ju. Ku e kërkoni ju xhamin? Unë edhe këtu para ju. Ma thoni ku e kërkoni? Në një vend... Ku është ai vend? Në një vend është abstrakt. Ku e kërkoni? Që po ja thëm haptas. Ku? Me një vend të përshtatshëm që nënkupton. Po? Qendrën e ngushtë, do me thonë prej menxës studente, Agim Ramadani rruga ku është, semaforat ku janë, e dini? Deri poshtë katedrales dikun ku rok, edhe kjo pjesë këtu. Pse? Sepse unë po du, më konë, se jam qytetar, jam besimtar, pse po doni? Kush jeni ju që doni? Po du une me pas një vend ku du mu falen, sepse është e drejta ime edhe është qyteti ime edhe vendi. Se besimi edhe falja nuk është ndjen edhe jashtë qytetit. Nuk është ndjen edhe... Ka jashtë qytetit. Ka jashtë qytetit. Po atëherë? Ka jashtë qytetit. Po atëherë? Ka jashtë qytetit. Sa institucione fetare muslimani janë brenda qytetit? Unë jam në qytet. Sa xhami janë brenda qytetit? S'janë të mjaftueshme, thash 10. Ja, sa janë? Jo thash 10 mungojnë. Jo, sa janë aktuale? Pa mjaftueshme. Janë pa mjaftueshme. Pse ju e përcaktoni që janë pa mjaftueshme? Jo, natë e përcakton Bashkia Islame, e ka thonë publikisht. Bashkia Islame, institucioni që ju po insistoni e ka thonë publikisht, ata bilum ka thonë 15 mungojnë. 15? Po. A jeni të gatshëm ju të investoni ato? Po. Të mos rënoni asgjë? Absolut. Edhe nuk dojna me. Ku kërkoni ju? Edhe nuk dojna. Ma thuni një vend që ju kërkoni. Edhe nuk dojna me. Ju nuk kërkoni që nuk rënoni diçka. Edhe unë qëndrojnë basojna që ne nuk kërkojna të rënojmë as shkollë, as qerdhe. Po qa kërkoni të rënoni? As shkollë, as qerdhe. Qa kërkoni të rënoni? Ka hapësira në turnon kuvendi komunal, ose kryetari komunal. Në turnon kuvendi komunal nuk është mjaftueshme. Ne ta gjon hapësirë. Po nuk është mjaftueshme. Është mjaftueshme. A keni gjetë ju hapësirën? Jo. Po atëherë si mund të protestoni që të kërkoni diçka pa gjetë hapësirën? Ka hapësira. Ka hapësira. Ku janë ato? Ka hapësira. Po ku janë? Ka në qytet. Jo, ka hapësira është fjali e cila nuk qendër qytet. E din komuna ku ka. Ku janë ato? E din komuna. Ja, e din komuna nuk mjafton. Po e din komuna. Po ju të ndërtoni, apo do të ndërtu marrëdhënie institucionale. Po. Atëherë, pse si thoni komunës kush ta hapësirë? Që nuk ja jap. Kush ju ka refuzuar juve mas pari? Bashkia Islame e ka kërkuar, Bashkia Islame. Ku e ka kërkuar? Juridikisht, domethënë në aspektin zyrtar e ka kërkuar përballë institutit albanologjik, kjo është një qerdhe. Ku si mund ta ju përrënoni qerdhe? Bashkia Islame. Përrënoni qerdhe. E ka kërkuar a mund ta ndërtoni në qerdhe diku tjetër që ta ndërtoni xhamin? Jo thash Bashkia Islame, jo na. Jo mirë. Bashkia Islame. A mund ta ndërtoni një qerdhe më të madhe, ashtu siç është ndërtuar shkolla e mesme? Edhe 5 më të mëdha. Ku? Edhe 5 më të mëdha. Ku i keni përcaktuar? Ku e keni çu shkollën ju? Jo, kush ju? Ku e keni çu ju? Kush ju? Po ju. Unë jam gazetar. Jo që Pembroni. Po ju gazetar Pembroni ka uzën që Cillën ka uzë? Ka uzën që shkollën ju jo, na pembrojmë, mënyrën. Ju thatë përpara që shkollën është ndërtuar me një vend tjetër.
Po protestoni në qendër, në rrugë, po falni namazin që është jashta normave fektare. Nuk është e vërtetë. Është protest. Nuk është e vërtetë që është normë. Ju do ta dini se normat fetare e lejojnë faljen e namazit kudo. Po jo në mënyrë protestuese. Jo në mënyrë protestuese. Edhe ne do ta falmi se nuk rrezikon drejtat e juaja. Falmi për ditë. Nuk rrezikon drejtat e juaja. Rrezikon sepse për ditë. Nuk rrezikon. Shëndeti im rrezikohet. Cili shëndet? A jeni human? Po. Unë rrezikohet shëndeti im se unë e falin 36. Mos më thuj që në Kosovë shëndeti rrezikohet për këtë punë. 36 temperaturë e falin namazin. Edhe gjysore duhet me nejten jashtë. Njerëzit e moshuar janë edhe njerëzit e ri. Edhe dimnit kur toft, gjysore duhet me nejt jashtë mas pak. Përveç në Bajram, kur mbushin xhamiat? Gjymon, çdo gjymon. Çdo gjymon. Po? Çdo gjymon mbush. Çdo gjymon. Në të gjitha xhamiat? Në të gjitha xhamiat. A jeni sigurt? I sigurt jo. Na kemi shumë të monitoruar këtë proces. Po monitoroni ju sot doni ju monitoroni proces. A jeni sinqert? Që protesta e juaj. Unë jam shumë më i sinqert se ju. Jo, unë po bëj pyetje. Edhe unë po ju përgjigjna. Po. S'keni nevojë me më thonë ai jeni sinqert. Ja, a jeni sinqert si xhamiat në Kosovë edhe në Prishtinë janë të mbushura çdo ditë? Jo. Jo? Jo çdo ditë. Atëherë pse duhet ndërtohen? Gjymon. Të reja. Gjymon. Pse se kërkoni një xhami që e respekton njeriu, po ju e kërkoni respektimin e simbolikës? Ka rshi diçka? Xhamia ndërtohet aty ku ka besimtar. Po. Nuk ndërtohet xhamia aty ku s'ka besimtar. Dhe mendoni ju që besimtar do të ndërtohet, do të vinë çertë? Edhe jo. Edhe ju, po të monitoroni edhe tjera gjëra, kini me panë se shumë njerë që punojnë në qendër të Prishtinës edhe në institucionit, e lonë punën për me shkuen disa kilometra me falë namazin, edhe vonohen. Ma thuni një vend ku në Prishtinë, jo jashtë atë qyteteve tjerë, ma thuni një vend ku njerëzit që punojnë bëjnë kilometra për të falë namazin. Prej qendrës Prishtinës vinë të rruga e Bletit me falë namazin. Sa kilometra janë ato? Ma shumë se 3 kilometra. Edhe 3 kilometra janë në një qytet ku është urban, që ka komunikacion, që ka të gjitha. Është shumë problemi madh. Janë probleme? Shumë i madh problem. Cili është problemi? Shumë problemi madh. Cili është problemi? Sepse ai njeri duhet në kohë të shkojë dhe të kthehet në punë në vendin e vet. Po. Edhe nuk ka nevojë që një njeri 3 kilometra shkon për ta falë namazin. Dhe ku duhet ta bëj? Aty sa më afër. Që i bie? Sa më afër. Që i bie? Sa më afër, në Prishtinë, në qendër Prishtinës. Në qendër Prishtinës. Dhe ai duhet ndërtohet një ndërtesë në qendër Prishtinës. Jo një ndërtesë, një xhami. Për të respektuar fjalinë, për të respektuar fjalinë tuaj sa më afër? Jo sa më afër, jo për të respektuar fjalinë time, për të respektuar drejtën e tina fundamentale. Kuvendi i Kosovës dhe qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës në vija erore e kanë xhamin jo më pak se 500 metra. Lartësinë e tyre. Lartësinë e saj. Në vija erore nuk fluturojnë besimtarë. Atëherë në vit toksore kanë 200 metra. Ende nuk kanë arritë fluturojnë. Po në vit toksore kanë 200 metra. Të paktën nuk kanë arritën të fluturojnë. Po atëherë ku është problemi? Na thuni sinqerisht çka kërkoni? Kërkoni ekuivalencë katedralës? Apo vend ku do të falemi? Jo. Edhe sinqerisht po ju them, nuk është qëllim, nuk du ta personalizoj sikur që po insistoni edhe jo. Jo, edhe nuk du, edhe nuk është çështja ime që veç unë merrem me këtë gjë. Por, edhe po tjetë ekuivalencë, po tjetë, edhe po ja them sinqerisht. Unë e di që ajo borë, në universitetit është pro në universitetit që është dhënë nga komuna në shërbim të çka ju dash simbolika ambjes? Dëgjani. Ta është të mbarojone. Edhe në ato borë ekziston një kish që e ka ndërtu një president tjetër ma heret, e ka urdhru të ndërtohet, kisha ortodoxe që është. Edhe me një vend ekziston katedralja, që e ka urdhru të ndërtohet një president tjetër. Edhe unë si qytetari thjesht, si besimtari thjesht, si një shqiptar, musliman, që është i barabart me gjithë, me deshtë këtë vend, edhe këtë kom, po du me baruen bashkë aty. Qoftë se kjo, aja plotson juve këto kushtet që ju për do me thonë, ju po veproni njësoj si Miloševiqi, edhe njësoj politikisht një tjetër president. Në qoftë se ju po doni që kjo t'jep një konotacion të përgjithshëm këtë besimtarëve, ju po doni, edhe që këtë besimtarët, cilët kërkojnë
një gjë drejta të personifikoni me Sërbet, edhe me Miloševićin, edhe me tjertë, është gabim shumë i madh. Nuk thashun ashtu, ju tha që e ka ndërtu një president edhe një president tjetër. Dy presidentë. Unë e thash si qytetari thjesht. Se përmendin që ka ndërtu një president që ka pas emrin Milošević dhe një president tjetër që ka pas emrin Ibrahim Rugova. Por nuk mundeni kur të keni arsyeshmëri çfarë do ose preteksti që një kërkesë e një njeriu, qoftë edhe ajo fetare të besimtarit musliman, që ka të bëj me diçka që është kundër këtij vendit ose kësaj shoqërie ose që ja do të keqen këtina njerëz, këtina vende. Atëherë, qëllimi i juaj është që ta bindni Bashkinë Islame, që ta bindni pushtetin, apo që ta bindni që të qëndroni idenë tuaj në protestë? Jo. Qëllimi jonë është t'ja lehtësojmë edhe Bashkisë Islame, edhe juve ta kuptoni, edhe kryetarit komunës, që është një punë shumë normale, edhe ne ta marrin një vendim, na për një sekond i ndërprejmi këto krejt, edhe shumë shpeq ku i na falmi aty. Bilum juftoj edhe juve na herë të vini aty të faleni. Jo vetëm të vizitoni. Faleminderit edhe juve.